Vitet e fundit po përballemi me një numër të madh aksidentesh rrugore. Në vendin tonë situata paraqitet serioze, kështu që vetëm në ditët e fundit apo prej në fillim të muajit korrik, ky numër ka arritur rreth 60 aksidente në rajonin e Pollogut. Numri i shtuar i aksidenteve është pasojë e rritjes së numrit të automjeteve pas ardhjes së mërgjimtarëve, shumica e të cilëve vinë në pushime me veturat e tyre dhe kjo ndikon në ngarkimin e komunikacionit rrugor. Këtë e theksojnë edhe nga sektori për komunikacion rrugor i Tetovës. Në muajin e 7, tash këtë muajin korrik, deri tash kemi 60 aksidente, për të cilave 23 ndeshje janë me ku ka lëndime të lehta, në 4 ndeshje kemi ku ka persona me lëndime të rënda dhe 33 ndeshje me dëme material. Dhe më thëmë për muajin e 7. Prej ditës hanë e këndej, kemi pas një rritje drastike, dhe më thëmë ditën e hanë ka pas 11 ndeshje, ku prej atireve 6 me lëndime të lehta, 13 persona të lënduar, një di me lëndime të rënda dhe 3 tjera me dëme material. Dhe ditën e gjeshme numri ka qenë i madh, megjithatë krahasim me ditën e hanë ka qenë më i vogël. Pas statistikave, muaji 7 krahasim me vitin i tashëm, krahasim me vitin 2014, mendoj se nuk ka ndonjë ndryshim të madh, varësisht për numrin e personave zyrtar, ne të mundohemi që të minimizojmë zvogëlimin e numrit të komunikacioneve, në këtë pjesë të rrugës, pjesën qendrore të qytetit dhe rrugët regionale, që e shohim se në atë pjesë ku ka më shumë ndeshje, ne personat zyrtar do t'i çojmë në atë pjesë të rrugës që ta pengojmë dhe ta minimizojmë këtë rritjen e numrit të aksidenteve në komunikacion. Sipas kryeshefit Xhamili, në të shumtën e rasteve, shkak për aksidentet janë mos respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor, mos përshtatja e shpejtësisë me kushtet e rrugës, por jo më pak e rëndësishme është edhe rritja e temperaturave. Për rritjen e numrit të aksidenteve, si numër 1, mund ta them se është mos përshtatja e shpejtësisë mbas kushteve të rrugës. Pastaj mos respektimi i shenjave të komunikacionit, dhe lëvizja pas ngjathas majtës me pakujdesi të vozicëve. Më thënë, shkak numër 1 është shpejtësia në çdo, shpejtësia, më thënë, jo e përshtatshme në bazë kushteve të rrugës. Rritja e temperaturave ka ndikuar edhe te rritja e numrave të aksidenteve. Edhe pse autoritetet thonë se në këtë periudhë të vitit numri i aksidenteve në komunikacion shënon rritje, megjithatë, po sipas tyre, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ka një rënje të lehtë të numrit të aksidenteve.